është bukur për ta hapur me këtë pjesë, sepse përgjigjet ishin interesant. Për shembull, disa u morën me bojaxhinjt që ishin në fund të tunelit. Aty ku 10 bojaxhinjë e lyen me rula si në kohën e qepës, edhe me të qeshur Toni Sheu. Ose aty ku i kishit vënë për të lyer me rul njerëzit, Jorgo Mulla. Ose tuneli më i shtrenjtë në tërë globin për metër që lyhet me dorë. Okej, tani ky është tuneli i shumëpritur i Murrizit, tuneli i Murrizit, i cili më në fund u dorëzua mali dhe tuneli do dorëzohet nesër për të gjithë popullin e Dibrës, që mezi e ka pritur nuk e di sa vite, po shumë kanë ikur nga kjo botë pa e parë, po duke e pritur, dhe që mendoj se e plasi syrin e keq. Syri i keq më në fund plasi, se te ai tunel na umblodh gjithë energjia negative, edhe gjeologjia e atij tuneli ishte një tmerr.